Ne në pellgën e ankesave kemi metër. Sepse edhe Zoti pak na ka dënuar, po ai s'ka pa leu që piu raki në luft, ai ishte trimshëm. Ngacmoj shumë. S'ka problem. Mirë japën që këta djemë të një ka mërturit, i ka pajis Zoti me intelekt e ku dhe kanë shku në shkolla, kanë shkëllqyje. Burrë është ai që pranon sfidën, po shumë i fort është ai që pranon dhe fiton sfidën. Po të isha djalëri, as 6 ditë nuk do të rria në Shqipëri. Lera pa ngran dhe pa pirë. Pastaj jepi nga pak, po mos e ngop. 1-3-4 ditë lera pa ngran pa pirë fare, sa i do të gjëzohet e do të ndëgjoj, pastaj do të lërë të kalërosh. Jemi shumë dopt. Si këmbë, jemi varfruar të gjitha pikat edhe në pikën morale. Ndëgjë. Mos ndoshta e ka kuptuar. Dëgjë se mbone me pak nerva. Për ta shani njëri, i thonë jemi në një pullë. Dhe me thonë, si s'keme në fare. Po edhe ajo pula, kur e mësyn shqifteri, e mësyn shpinë. Me atë pak mend që ka. Ti që ke mend ma shumë se një pullë, pse braktisë shpinë? Kanë ba terror të jashtë të zakonshëm, kanë myt njerëz me hunë, me tortura, me vezë zera në sjetull, me futi kam në rrët poshtë, rrefja shputat e kam dhe nga poshtë, gratë kanë torturue të më falësh, u kanë fut macën në mathje, e kanë lidhë këmë shëduar gruan, i kanë fut macën në mathje, e kanë rrah me thupër, macën. E kanë nënë gjallë për gazet, të paktën 4 orë, edhe kërkon të ujë dhe askush s'guxon të t'jepte. Aje ka di që do vdes, po vdekës që ka trem. I ka thanë Gjemal Selimit, gjelatit kështu. Jo, me dorë mos më prek. Kanë kaluar 7 krajlat e mreti këtu së më ka prek kush me dorë. Bëna atë që kenë madhë me ban. Dhe në momentin që ka mu ka pushin në krye, Musa Dasi ka thanë, Gjemal, mos e largo. Dhe aja ka ras automatik në shpinë. Ju pëlqen më shumë që u thonë Tropojan apo Dukazhinës? Tropojan. Okay. Pse? Ka bërç me paguat 2 për 1, atë që ka marrë. Me kanon. Po në që ofsevret të këta, ti bjen gjak. Pse është gabim kë? Edhe ka hangër në drek, 250 gram buk, 100 gram sheqer, kavanozin me uj, përzije me një kranda, rënosh partia shokon me këta. Unë jam, nuk jam shkes, unë jam spion.
Kam ardhur në Lek Bibaj. Shumë kohë kam dashur që të vi në këtë zonë. Kam udhëtuar, kam parë, kam dëgjuar shumë histori të ndryshme, të çuditshme, të bukura edhe të padëgjuara. Momentalisht jam në Lek Bibaj, njësia administrative e cila përmbledh 13 fshatra. Fshatra të cilat e kam thënë edhe shpesh, nuk e di në këto zonat malore pse janë të lëna kaq shumë pazore, që nuk ka asnjë lloj investimi. Ajo që më bëri përshtypje sapo arrita këtu është njësia administrative, Godin, e cila nuk përngjan as pak si e tillë. Tani, ne presim që të kemi investime në rrugë, në qendra shëndetësore, për të sjellë zhvillim të kësaj zona, sepse zhvillimi natyror ja ka dhënë vetë natyra dhe ai lart, por njeriu, dora e njeriut, ata që janë të vendosur aty, nuk kanë bërë asgjë. Domethënë, duhet çdo gjë themi duhet ta nisim nga vetja, pastaj të bëjmë për të tjerët, edhe duke e parë domethënë duke e parë nga jashtë është në gjendje të mjerueshme. Pra këtu nuk e di pse kanë lënë këtë zonë kaq keq edhe në mëshirë të fatit. Ju ngjan si e tilla apo jo? Do thoni ju që Lediona pse çuditë se tani kështu janë në zonat e tilla, jo nuk është edhe aq zonë e tillë, sepse shumë afër është nga Bariamcuri, por duhet investuar, duhet vënë dorë dhe këto gjëra janë dihet, sepse prandaj janë të përcaktuar njësitë administrative, bashkitë, njerëz që janë vendosur aty, të cilët paguhen nga taksat e të gjithëve, e nuk bëhet asgjë. Ka ardhur një kohë që nuk e di, që nuk ju ndjen hiç dhe nuk ju bën përshtypje edhe pse ne bëjmë edhe flasim edhe e themi atë realitetin si është. Domethënë e kanë privatizuar. Nëse derrat ja ku i kemi, janë në punët e veta, nuk të gacmojnë. Unë jam ajo që gacmoj, por prap nuk them përgjigje. Tani jam duke shkuar domethënë këtu në qendër dhe po pres që të takoj edhe disa banorë të zonës, të cilët ata e tregojnë më mirë, sepse duke qenë se unë është herë e parë që vi, nuk e njoh si zonë, thjesht me të dëgjuar çfarë kam, domethënë dëgjuar nga vetë banorët e zonës edhe nga ata të cilët janë larguar. Kështu që po takojmë dikë për të na shpjeguar dhe për të na treguar më shumë, dhe thashë që problemi kryesor në këtë zonë është mungesa e investimeve. Janë të mërzitur shumë janë larguar, shumë pak kanë mbetur. Këtu janë gati 180 në të gjithë njësinë administrative, ndërsa në Lek Biba janë gati 3 familja. 30. Domethënë e kuptoni? Ja ku është zotëria që po vjen. Sigurisht me moshën e tyre në supë mbajnë shumë histori, vuajtje, mundime, ngjarje të përjetuara, dhe jo pa qëllim jam përqendruar në qendër dhe këtu ku jam, sepse edhe ky lapidari që është këtu ka një histori të vetën, edhe kështu që do ta takojmë zotrin për të na treguar. Çfarë han këta? Habe? Habalt? A i bëndam? Po çfarë ka këtë në hundë, se ka si hekur? Ja, prandaj ju a kanë vendosur. Edhe ne prandaj ja ham mishin e këti? Se kam kuptuar kur. Ai vogli ti, vogli, hunder. Prandaj thonë hunder. Jam serioze kur i takoj këta njerëz, po sa pas e mësojmë filloj e flas edhe s'pushoj. Një atjeta? Atjeta. Mirë se ju gjeta. Mirë se t'ka prunë zoti. O, faleminderit. Si jeni? Gjallë. Me shëndetin? Diçka, 70 vjetë të bëjnë punën e vetë. Më sa më koni? Se keni një klim, o zoti matë. Po, unë e bëj pjesë në ata bashkëmashatarët e mi që vjen nga sklavëria dhe jam në shku e qysheri
Kam vënë re një gjak te nga ju. Urdhëra. Kam vënë prit të vendosë që ta dëgjojmë zërin. Ha? Mos kemi rak s'bën asgjë gjë. Ja, se kom fare. Kam vënë re një gjak te nga ju. Ankojeni çik si shumë ju. Kush? Ju të zonës këta. Po, ne në pellgën e ankesave kemi metër. Sepse edhe Zoti pak na ka dënuar. Ja. Po, Ta dëgjoj një. për shembull. Pse Ahmet Zogu pallatin mbretëror e Berin Tiranës erdhi me ba atje, ta e shtëpia atje. Ahmet Zogu, jo Zoti. Bret. Pse e dira me Berin Sorel dhe nuk erdhi me ba në Tropoj, në Legbibaj. Pra Pedi Rama, jo Zoti. Zoti këtë tokë sikur njerëzit që kanë jetu këtu sikur i ka të njerëkës. Ja. Po, edhe vetëm po. Sepse Zoti ju ka dhënë natyrën, Po, ju ka dhënë klimën, po, ju ka dhënë zemrën tuaj të mirë, njerëz të mirë, jeni, faleminderit. apo si jeni? 90%. Mos më kanë gënjur më këta që kam takuar. 90% po. Ata 10% kanë ikur Po, apo janë këtu? ja, po, nuk ka vend që s'ka edhe të përparuar edhe të prapambetur, as s'ka popullsi, as. Dhe po thoja që Zoti ju ka bekuar me të mirat, ndërsa ai njeriu i Surrelit, ai I pallatit mbretëror, as ja ka hedhë syt, as i gjë. dëgja. Tani që të them që jeni shumë të urtë, s'ma keni mbush syrin që t'jeni të urtë edhe ju thonë, bëni qa ju thonë. Po fukara i dëbdinët, kjo është vend fukara. As kujtë se duke detja me zgjuar se budallajt. Dakor ti? A i thot i di të gjitha. Që në fakt nuk din asgjë. E pranon, ja? E pranoj këtë, po unë këtë nuk e kam nga mosdia, e nga mos pasja respekt për të bukurën, e nga mos shijimi i të bukur, se e shijaj, por e kam frikë që nuk i dëroj dot edhe se më provuar fare. Duhet i provosh se nuk din asgjë. Kam 10 vjetë që më kapen kalamajt. Okej, e lem këtë muhabet që mos na dal aty. E kishim për kështu për Po, në përgjithësi. sigurisht ka gërshërë. Po unë jam nga ato që s'përdor Nga jeni, gërshër. më falë. Unë më origjinë nga Skrapari, Bravo, Simo. rritur në Korçë. Po aqë me mirë, o Korçare o heq fare, po a i Skrapaliu që piu raki në luft, a i ishte trim shumë. Si ishte ky se? E kjo shkuar në ushtërinë e Napoleonit, a i Skrapaliu. Edhe Napoleoni kishte dhënë urdhën që gjithë ushtria të luftoj barkas. Okej. Ky Skrapaliu lufton të në kam, ky Napoleoni pa prej në qadër, edhe tha që është kjo marë. E kur marrë e beteja thirë, hëtë këtu, pëse s'luftove si tjërë, kam dhënë urdhër. Tha, po mëra me ishte plaku, më solli një faqore me raki, më humi, tapa dhe pët bia barkas më derdhe i rakia. Sa e bukur. Shumë e bukur. Që nga njëri shumë i mirë, faleminderit. Faleminderit për njeriu që je, sepse më jep energji të mirë. Faleminderit ju, unë përpiqem që të kem sa ma pak kundërshtarë. Shumë mirë. Sepse pa gabuar njerëzit. Pa edhe kur ke shumë mirë është. Jo, dëgjo. Në këtë kohë. Janë ca kundërshtarë që nuk ja vlen që të... Nuk ja vlen, bravo. Sa mirë më kupton. Të luash shah me ta. Tani, bësh debat. kalojmë aty, sepse jo pa qëllim kanë zgjedhur qendrën që t'jemi këtu dhe ai lapidari sepse ka një histori. Tani, unë në Legbibaj dhe në zonën këtë është herë parë që vi dhe shkel, shkoj në shumë fshatra në gjithë Shqipërinë, flas çiksi shumë. S'ka problem. Okej. Ngacmoj shumë. S'ka problem. Mirë japën. Se ti do të nxjerrësh në mbrën. Ja se përfaqësor. Bravo. Faleminderit që më kupton. Dhe të kuptoj shumë mirë. Tani çfarë pa Lediona kur sapo arriti këtu? Si quhen ju? Lediona. Ta gëzoj. Faleminderit. Unë do flas një çfarë kam parë unë dhe do më thuash, e ke gabim, po ja fut kot apo e ke drejt? Kam një gjë që i them gjërat siç i shoh. Nuk ma ndjen kështu.
që ta zbukuroj gjën e shëmtuar. Po, është më mirë, thot një filozof me fam botërore, se s'kom vetëm 8 klasë shkollë, është shumë më mirë, thot, e vërteta e hidhur se gënjeshtra e ëmbël. Dhe po thoja që... Kur thua të vërtetën, le të bëhet që të bëhet, po më mirë është. Pa. Dhe po thoja që këtë shoh një harres totale. Për shembull. Rrugët. Nga kosh. Se kam qenë dhe lartë. Nga kosh janë rrugët. Nga Zoti jo. Por nga kosh. Pallati mbretëror apo Sureli? Zoti tha që unë çdo popull i çej qeverinë që meriton. Jam shumë dakord. Prit tash. Po ne këtu kemi qenë pikërisht të thash që Ahmet Zogu i beri pallatin mbretëror në Tiranë, nuk erdhi me ban Legbibaj. Edi Rama shkojnë në Surrel, Berisha nuk e di ku e ka. Si se di? E të tjerë, nuk e di vetëm që ka film të po e ka pallatin në katë 8. Nuk e keni marrëdhënie të mirë këto diplomatikat? Me ke? Me Berishën. Me Berishën i kam shumë të mira, kam idhull. A ke idhull? Por shpinë nuk e di, unë atë vilën. Po Berisha si idhull që e ke, çfarë bëri për zonën tuaj? Po beri. Çfarë bëri? Nuk na ka dëgjuar zërin askush, ai të gjithë i futin puna sa dem që kishim më shkollë. Edhe drejtori qytetit studenti ka qenë nga Legbibajt. Po flas këtu në këtë zonë, çfarë është bën nga qeveria dhe nga i qeveri? Po dëgjoj tash se hajde se po shkojmë te ky zotni te lapidari këtu. Okej. Do të bëjnë një sqarim. Po. Brigata 6 e ushtrisë nacionale shqiptare shkryuën në Vlonë. Deri si ka arë në qafën e kolësit atje, nuk e ka njoftë humjen. Pikrisht në qafën e kolësit, djemë të burat e Nika i Mërturit, edhe Dukagjini, Qala dhe Shoshi, e kanë thyrë brigatën e 6 aty. Edhe ne kemi najtë plet 20 gjithë të në thanë, udheqja rrethit. Ju keni liftu kundër komunizmit. Edhe Mehmet Shehu, vetëm në 79-ën ka firmos se të hapet rruga makinës, si kryeministër. Në 79-ën është hapë kjo rruga, që erdhe ti për të. Ke parasysh këti. Gjermania është ndërtuar për 20 vjet, 30 vjet, që ka derë gjithë bota barët e hekur në të, e bomba, nërsa ne për 20 sa vjet, një rrugë makinë, mashallah, edhe as i gjatë tjetër. Po tjetër gjatë që këta djemë të Nika i Mërturit, i ka pajis zotë me intelekt e ku dhe kanë shku në shkolla, kanë shkëlqyje, në të gjitha fushat kanë shkëlqyje edhe e kanë nërua këtë zonë. Por, ne kemi qenë të persekutuar. Si zonë, dhe do të themi këtë. Se kjo është një e vërtet. Ne edhe së jemi të persekutuar. Për shembull, ata, si thot Berisha, ata bitë e etërve, famshëm, ata, ne nuk na u ka shtua një gram asfalt, ka 12 vjetë që ka fitua Edi Rama dhe asë një centimetr asfalt në Legbibaj nuk është shtrua. Ka tërp më të malë, po që ka një shtet 1,5 milion se ka ma, me gjithë i rëmët, Val, qa bëna i që ka 1,5 miliard banor, që është kryeministër i Kinës. Dhe nuk e di ai që në Legbibaj, nuk është shtrua asni. Kanë arë, kanë punu qendrën shëndetësore, kanë la tjegullat, ka që kanë po. I kanë zbrit tjegullat, i kanë la dhe ne na hapë përqindjet, se edhe në kohën e partisë punës, thoshte, u rret 300%. Ne kem hangër përqindjet, edhe sot vazhdojmë përqindjet. I ham. I ham. Kemi investua 50% më shumë se në vitin 2004 në Legbibaj, po sa keje 2004. Ku janë? Jo, pa përqindjen do kemi ne. Se dhe një kryetar kooperative në kohën e partisë punës në Lezhë, kishte raportuar që na kanë shtuar blet 300%. Dhe thanë, qarë mrekullia është bënë atje. Edhe kur vajti kontrolli, ai pas ka pas një blet, kishte rëj 2 herë ishin bënë 3. Ki parasysh ti tash, haje përqindjen ti. Unë ty do t'jap
10.000 lek rogën në muaj, muajnë tjetër dhe të ashtoj rogën 200% dhe dhe të bëhet ty 20.000, ta kom shqyë 200%. Më ka thënë ta kom shqyë pensionin 4%. Sa kom? 4.000 lek më ka shtu edhe. Nga një cigare duhen ditë ma shumë. Mos e pi cigaren. Po mirë, nga një kafe për 8 ditë. Mos e pi kafen. Po mirë, buku Kështu të thot ha. ai. Po mirë, ilaqet dhe t'i marrën. Po. Së darin pra si Po, gjë. për tash unë, se nuk e di tash se qëllim ka misioni juaj. Kjo është një zonë shumë krenare, shumë, si thotë, i shprehet tek filmi Herkulit, burrë është ai që pranon sfidën, po shumë i fortë është ai që pranon dhe fiton sfidën. Në këta e kanë pranuar sfidën, të jetojnë në kushte shumë të rënda për të jetuar, por duke njohur vetëm Zotin më të madh se veten. Të tjerë u kanë kundërshtuar gjithë. Viktima janë 56 viktima të komunizmit nga i mërtuar në këtë zonë. E di çdo të thotë. Ka vdek fëmija 3 vjeç në kampet e Tepelenës në turp drume në Stuhi. Dhe nuk e ka lanë nanën me marrë me fut në kapanën. Ka vdek në turp drume në Stuhi. E kanë varros në brigjet e lumit aty. Nuk e di si quhet ai lumi. Dhe mama i ka marrë vetëm i qik flokë i ka prunë. Me kam bërë. Është nga fshatë e Salës ku ishe ti. Shikoj se s'ka qenë bakë. Po, shqyqyrë që jemi gjallë se edhe sklevrit nuk janë qfarë gjithë. Unë më vjen tërp të them, po tërp s'është kur më thanë të vërtetën. Po të isha djalëri, asë 6 ditë nuk do të rria në Shqipëri. Këtu i nërshme nuk gjenë shpresë. Këtu i miri fyhet, i zhuarit talët, servili mbi zotërën, ai ngrihet, ai është ante. Lëpirësi. Se janë këtyre antivlerat në mod? Antivlerat janë këtyre në mod? Po ne tash nuk e di se si tash të rejtojnë njërë. Tua je trotë? Si të vjen? Antivlerat janë këthyrë në mod, sepse regjimin që ishte, na gjëjzoj. Na gjëjzoj me tortura, me të 1900-at, pa hangër. Për shemë unë kom marrë gjithë me shpinë të ajo maja, atje kom prunë këtu. Dhe kom marrë 2 bukë misëri nga 1 kilogram. Edhe më ka thënë të kesh nërën që punën me ne. Që të ngarkosh si gomari, si musha, edhe të kesh nërën, ke parasysh që fa lavdije është. Lavdije madhe? Prit të shi. Lavdije jetës. Tjetër. Këto na u faraktua që është mirë të jesh mik me sekretarin e partisë. Se partia, do më thonë, bët kuptimi njerëzve. Nëna partit lutam. Edhe jo. Vitet vegjëlis kujtimet Gjaxhi Enverit. I ke lexuar? E kam lexuar. Po dënë të qaje ka apliku me gjithë popullën shqiptar. Dhe në një vend thot kështu. Unë thot, baba Qeni thot më kishte blerë një kalë. Baba Qeni ishte Gjaxhi Enverit. Se baba Enverit e ka pas Halil. Nërsa ky Gjaxhi Hysen. Edhe ky ka thirë baba Qen. Ceni? Baba Qeni. E ka me qeqe kiqi. Ajo libra. Edhe tha, mëso dhe një kalë, për nuk më linte që ta kaleroja. Edhe i thash këshu baba Qeni, të më tha, lere pa ngran dhe pa pirë. Pas ta jepi nga pak, po mos e ngop. Një 3-4 ditë lere pa ngran, pa pirë fare, sa i dhe të gjëjzohet e dhe të në gjoj, pas ta i dhe të lere ta kalerosh. Kështu që ne na varfëroj derin polës, na bani seriozisht, na bani gjithë jetën servila, për shembull një ke parasysh, edhe sot nuk është duk.
Edhe dhe jetë te përzër. Rënof Tito. Posh Tito. Rënof Stalini madhë. Posh Stalini madhë. Rënof Mao Zedoni. Posh Mao Zedoni ideja. Rënof Amerika. Rënof John Biden. Rënof Donald Trump. Gjithë jetën a shkojti ju servilos. Cën nga i madhe dhe rritë me i vogli. Por këta këtu, ne na kanë bërë se ai e në veri me atë kalin që e mësej babaqeni. Edhe nuk e di së të thëmë. Jemi shumë dopt. Sikom jemi varfruan të gjitha pikat edhe në pikën morale. Për shembull, kur kom qenë në moshën tënde, një djalë nga Skrapari, se më thëmë nga Skrapari, po të ishim në aksion të rinis, nuk e lënë të një djalë nga Tropoja që të nga së mbojtë ty. A i vdiste për të mbrojtur ty. Ishte gati me vdek. Nërsa sot, në mos djali gjajt i kushëri, të merra qëtë në Itali. Dhe me thënë, jo të Tropojanit paktën, po të Italianit, të Anglezit, të Gjermanit. Nuk e di se që ka ndodhët me ne. E mendoje që mund të vinte kjo ka? Dhe gja. Njereu gjithmonë në rënë bukurën. Mjereshta e nuk erdhe. Kemi met me ngushluë me shprehjet e burrave të zgjuar. Fjala vjen Aleksandr Dyma, se unë kom 8 klasë shkollë, se kom qeni përndjeku në politikë si familje. Kam letu edhe Aleksandr Dymën, për shembull Konti Monte Kristës mbyllet me atë shprehjen e madhe e gjithë urtësia njerëzore mund të përmlidhet me 2 fjalë, dërim edhe shpresë. Ne shpresuam, ne dëruam dhe nuk fituam. Tjetër. Pastaj për i marrë me i vem atë fjallën e Shakespeare-it madhë që thotë, u që thërë kjo bote, o prapsi, o dreq. Unë pas kom linur të nëreq, nuk e nëreqit dhe të asë Shakespeare-i, se nëreqit asë o nësë. Ashtë masakra. Artistët e teatrit popullor, kom pas fatin jetë që i kom takuar sa për të dhëndorën, se nuk kom interpretuar me ta. Kuptohet? Sepse së më ka leju asë në rëthanë që ta dishti. Ata që tonin skenën, ata që kujtoje se zani del nga dheu, ashtu dilte nga shpirti tyne. Ata shumë pak respektohen. Ata që i kemi prapë respektohen. Shkon burri bosë u shem teatrë. A ka tërpë më të madhë. Sa i teatr dhe kështë shumë vlera edhe jo i bukur. A ka tërpë më të madhë që disa pra atyre artistave që servila e the me plot goj, thoshin po le të prishet edhe Eduard Rokisin. Ndërsa ata që kanë dalë kundër, sot e kësaj dite i ke pa punë. I ke pa punë. Po, se i njohë. Sepse kanë dalë kundër të madhit. Kundër të madhit që i madhi, ai burri madhi zi, gjithë shka njef, edhe më vjen qudi, se unë jam katolik. Më vjen shumë qudi se tek Biblia ekziston ajo shprehja o atë. Fali, se nuk e dinë se gjbajnë. Kur Jezusi po kërdohej. Tashe, kë nuk e një fare mshirën, si kristian, si thot që jam. Ky 2 metroshi, masamena, po është fatkesi e shqiptarve, të kesh kryeministrin piktar që bësh Karadhina, aja as piktar është. As basketbollisht i famshëm është. Se basketbollisht i famshëm ka Kona Gjimfagu, ato ku ju një gjithë Shqipëria, e tjerë plot. Po e dira, s'ka qenë fare. Mund t'jetë përshpitar shumë i mirë. Vetëm ajo është politikan për të poshtruar popullin e vetë.
Dëgjë. Po mos ndoshta e ka kuptuar. Dëgjë se mbone me pak nerva. Për ta shani njëri, i thoni je me një pullë. Dhe me thonë, si s'ke me ndfare. Po edhe ajo pula, kur e mësyn shqifteri, e mësyn shpinë. Me atë pak mend që ka. Pa. Ti që ke mend ma shumë se një pullë, pse braktis shpinë? Nga halë e braktis. Sepse ajo ka nga e pavdek me thot, vend e dashtun ku unë lina, sa me malë për të kujtaj. Veç për ty më re zemrë mjera, e për ty Kosovë lëtej, sa ata kanë kënu të partë. Pra vendi jam është vendi dashur. Unë edhe presidenti Amerikës për të shkoj, këta lekbiba i t'i duhe shumë, i kom këtu. Nuk mi hes njëri. Sa heq do të nga shpirtja? Pse i kem ne? Nga zori, kjo është njëri që ja u ka nëzi jetën shqiptarëve. Po shqiptarët nuk e thonë këtë gjë. Kur dhe? Nuk e thonë shqiptarët këtë gjë. Nuk e thonë? Është më i miri që kemi. Po. E kush thot? Shqiptarët. Po, dëgjë tani se unë kaluam në mision politik. Ti e nëzore politik. Ti më ngatrove me gjatin. Unë ngatroj me shumë gjera, po ti... Vazhdo, ngatrom përsëri. E lem politikën. E lem. E lem sepse ajo politikë... Në cilën fush do të bisedojmë bashkë. Unë dua të mbetemi njërë në Lek Bibaj. Urdhëra. Ajo që mua më pret syrin është kjo që ne kemi përballë. Qendra njësia administrative. Po. Po kur themi një shprehje kur nuk rregullon dot shtëpinë e vet, si do rregullosh të tjerët? Do të thënë, shteti nuk investon tek vetja e tij dhe më pasaj që të vazhdojë edhe të punoj. Po, nuk më intereson ti ajo e bukur, më interesojnë fshati. A mund të ndriçosh shtëpinë tënde ose lagjen tënde ose komunën tënde ose bashkinë tënde kur ti këputin dritat të centrale, kram. Janë këput dritat. S'ka rrim. S'ka drita aty? S'ka rrim. Po ti këputin rrimen, ti s'ke drita. Edhe në mes Tiranës, edhe në blok të dheqës për tjesh. Po pse e kanë braktisur? Po jo, nuk është braktisur, por nuk e kanë dhënë 5 lek. Nuk paguajnë ata rrimën? Jo, nuk e kuptove. Për ta rregulluar, okej. Më falet se është dialekti që... Për dialektun për të përshtatëm sa të mundëm në gjuhën letrare. Po tani rryma dhe drita njësoj është, energjia është. Energjia. Pra. Po mjena, unë e hajë rrim. Tani, po qendra shtetësore që është bërë aty, ka mjek apo? Po ajo ka mjek, ka i personal mirë, është një kërë infermer djali mirë dhe një infermer me eksperiencë dhe me shkollë. Po të paktën e keni? Që për një qendër shtetësore përgjigjen mirë, po këtu ma shumë bizotron njohja. Këtu nuk ka nga ti ikun kusht tjetëris. Se o ka i lake kjo, ose kjo dhe shërbimin përgjithësi bëhet mirë. Po shumë mirë, kjo është e rëndësishme. Dikur sa kanë qenë këtu? O, mos e pyet atë. Plata? Kanë qenë në një kaj mërtur, kanë qenë rrëth 30. Mjek e infermera këtu. Jo, flas për banor. Unë kom qenë kryeplak në vitet 90, dhe fshati Lek Bibaj përbën nga 1156 banorë, sepse na duhen statistikat shumë shpesh, hem për Karitasin, hem për kryqin e kuq që sillin Canima, hem për atat pelikanit famshëm, edhe e moj me në shifër edhe është të rëndit se për të algoritës 7 metër. është shumë të rënditse. Tani nuk e di, po do t'jenë mbet në 250. Po tani pse ja larguar, se këtu vendi është shumë i mirë, rrugën ja kanë bërë, pse? Po kjo rruga na është bërë, po këtu s'kemi ku ta fitojmë lek. S'ka hap punë kush. Kanë bërë një projekt për ca hidrocentrale, edhe ai deri ta marrë një oligark që i Lubi Ballukut. Ai nuk do të punoj. Kush aty? Kur do në oligarku i Lubi Ballukut, po? Më trego pak të historinë këtu. Çfarë ka ndodhur dikur në dy djemë të fshatit? Këta kanë qenë
Këtu ka ardhur në vitin 1946, që është shkruar me aty, ka ardhur batalioni Hakmarrja, që do të hakmerrej kundër kundërshtarëve të regjimit komunist. Okej. Edhe preteksti ishte çarmatosja e popullsisë. E kanë ngritë shtabin të i shtëpia aty. Ai zoti i shtëpisë si jam mirë njohur edhe gjithë një ka mërturi për arsye sepse ka dhënë maksimumin për të shpëtuar viktima. Kanë bërë terror të jashtëzakonshëm, kanë mbyt njerëz me humë, me tortura, me vezë zera në sjetull, me futikam në rrët poshtë, rrefja shputat e kam nga poshtë, gratë kanë torturuar të falësh, u kanë fut macën në mathje, e kanë lidhë këmë shëduar gruan, i kanë fut macën në mathje, ja kanë rrah me thupër macën. Të gjitha i kanë bërë me në krye në rekorinën, ka qenë ai. Pastaj erdhi Major Musa Dasi, me 29 shtatër, edhe në pretekstin e çarmatosjes, i bashkoj gjithë një ka mërturën, atë poshtë është kryqatin, si pun lapidari, edhe një djalë që ishte 20 vjetë që ka pas shfinat e në tetaj, se gjoja ke mbajt kriminellet, kundërshtarët e regjimin, e kanë përshkatuar pa gjyq në moshën 20 vjetë, kam pasur babën tëm prezent aty, në ata 2000 vetë që kanë qenë bashku, dhe e kanë nënë gjallë për gazet të paktën 4 orë, edhe kërkon të ujë dhe askush s'guxon të t'jepte. Edhe nërsa një burr nga fshati i Afrimit biles, i qytur me emnin... Nga fshati Salc? Nga fshati Palq. 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 Se këndë janë 3 fshatra, Bris, Salc edhe Palq. Okay. Ka qenë Fet Sadiku i qytur me emën, një burr me vlera i njohur në të gjithë malësin nga Shkodra në Gjakovë, mës me ja hum vlerën, po me thënë vërtetën, dhe që të dridheshin 1000 të tjerë duhet përshkatuar kë. Edhe Fet Sadikun e ka përshkatuar me dorën e tij Gjemal Selimi, Gjelati Gjemal Selimi, se mos t'ja thuash edhe këtë Gjelat e ja hum bukurinë. Dhe ai ka majtë që qëndër masa burrërore, se një burë që ka të rëgu vlera në momentet e fundit të jetës, në shtatë pa krasueshme. Ai mund të krahasohet me burrin që e përshkatojnë për kur mundin Spartakun, të ai filmi Spartakut. Ai e ka ditë që do vdes, po vdekjes s'u ka trem. Ashtë për mua është një burr i rrallë, e gjykoj. Atë në momentin që e ka shtymi me qytin e automatikut Gjemal Selimi, Gjelati Gjemal Selimi, e ka shtymi me qytin e automatikut, i ka thënë të përbara. Ky ka qenë moshën mbi 70 vjeç. Ju ka marrë trupi, i ka ra kapuqin tokë. Ky është kthye, ka kap kapuqin, dhe në momentin që ka vënë kapuqin në krye, i ka thënë Gjemal Selimit, Gjelatit kështu. Jo, me dorë mos më prek. Kanë kaluar 7 krajlat e mreti këtu se më ka prek kush me dorë. Bëna atë që e kenë mend me ba. Dhe në momentin që ka vënë kapuqin në krye, Musa Dasi ka thënë, Gjemal, mos e largo. Dhe aja ka ras automatik në shpinë. Pasaj a këtë bull, e këtu i thja ratë në burë, e një qëtësi absolute. Dhe të tjertë është mosh burgu të posta stiv, me tortura nga më që njerëzorët, i kanë zirë dhe ca pushka dhe janë, në zirë gjithsejt 120 pushka, po 2 u pushkatuan. Kjo është cëndëresa antikomuniste. Na, si krahini, kemi qëndruar të gjitha pushtimeve. E këni krenari, si me thanë e linën e trashëguar me në gen. Po... Vazhdon të jetë ajo krenari?
Shpesher e takojmë. E takoni? Shpesher. Po takojni gjithmonë, jo shpesh, mos e keni asnjë moment. Apo ndodh ndonjëherë? Në qoftë se të gjithë hamizat do të bënin mjalt, atëherë nuk do të bënë të mjalt e asnjë grosh. E morave? Kështu që jo të gjithë. Bëni pushim. Dëgjoj. Po lek bibaj, pse quhet? Sepse paraardhësi ynë e ka pas emrin Lek Biba. Leka i biri bibës. Biba i biri Nikës. Nika i biri Mekshit. Edhe Nika i tërbëhen nga këta 3 vëllezër. Lek Biba, Kol Biba që janë pere edhe gjën pepaj, edhe Mark Biba që janë cura e për cura e poshtër. Janë 3 vëllezër. Ndërsa mërturi përbëhet nga 5 vëllezër. Po këtë 2 fiset, si mas shkrimeve, këta kanë bashkëtuar bashkë që rreth viteve 1200, 1300. Po këtu para se kena qenë ne Nikajt, ka qenë një popullsi e quajtur Nikit. Dhe hala s'mund kanë nxjerrë përfundimin ai historian i ftuar për mua, drejt pas Dëd Progni, që thot nuk e di jashtë rastësi që ishin Nikit dhe erdhi Nika këtu. Apo bëhet fjalë për Nikën vërtet. Dhe e kanë shtrëmbuar sepse këtu ka kaluar në rreth viteve 1350 ushtria e car Stefan Dushanit. Dhe në Tropoj ka shumë emra slav. Tropoj vjen nga slavishta që do të thotë Trifusha, Tripolje. Vicidël, Doberdël, Doberdël do të thotë dobro, shumë mirë. Shumë mirë, po. Edhe gjithë kanë biles si mas një kronistit asaj ushtrisë carë Stefan Dushanit, thot, pas një lufte, thot, të rrëmë, thot, ushtria ka lënë në qafën e Kolqit. Populli i bere një qëndres, por qëndres a u thyje. Ushtria në shenjë hakmarje, preu të gjithë manat, sepse aty kultivohi kënimbi më nafshit. Ka shkrua e kronisti serb. Unë asë mund të thëmë që ka gënyje, asë mund të thëmë që ka thënë vërtetën, se mundët që edhe e ka thënë vërtetën. Ta bëj dhe një pyetje të sinqertë? Urdhëra motër, vajza. Ju pëlqen më shumë t'ju thonë Tropojan apo Dukazhinës? Tropojan. Okej. Pse? Sepse nga qafa e agrit e kënej është malësia e Gjakovës. Po. Nika i mërturi, Gashe Krasniqe, Bëtyq e Berish, e has janë malësia e Gjakovës. Që dikush e ka quajtur malësia e mirë. Po. Dikush e ka quajtur malësia e vogël. Ndërsa aty anëna quhet malësia e madhe. Po, malësia e madhe, po. Ajo ka vetëm një emër, ndërsa këtu janë përdorur 3. Malësia e Gjakovës, malësia e mirë dhe malësia e vogël. Kur zbrita pas që plot pyet me gështenja. Po. Këto janë mbjell nga dore njeriut apo kanë qenë? Janë natyrale. Natyrale. I shfrytëzoni? I shfrytëzojmë as sa mundemi. Po. Po, i shfrytëzojmë. Po tash na ka shtira ajo që është një mizë ka aziatike thonë që ka ardhur na ka dëmtuar. Ka dëmtuar. Prodhimin. Na kanë thënë që kanë hedhë antimizën, po dënë 4-5 vjetë me eliminua kjo atë. Okej. Tani më trego pak, që të mos flasë unë se unë me dëgjuar i kam. është sipërfaqja më e madhe në gjithë Ballkanin? Që keni, do me thënë, gështenjat me sipërfaqe të madhe janë këtu? Jo. Ku janë? Në kohën e vjetër ka ekzistue një fjalë drumi i gështenjave. Drum do të thotë rrugë. Me kthyen në Shqipën e sotshme. Dhe kjo fillon që nga Posripa e Shkodrës dhe marrën në qaftë Morinës, në Tropoj. Dhe me në qoftë se do të gjykohet kjo, po
Po që të marrë vetëm një ka mërturin, ja. Ja, okej. Qa do t'a pyesja tjetër harova? Për çfarë të pyes tjetër? Për çfarë të duash ti? Çfarë kam harruar të mësoj unë këtu? Marrëdhëniet mes dy fisëve të shkëlqyera. Këtu ka sundu kanuni i lekës. Po. Këtu ka sunduar kanuni i lekës, si që është kushtetuta sot. Po. Dhe i ka rregullua jetën shoqërore para atë kohë pothuajse shumë bukur. Para atë kohë pothuajse shumë bukur. Nuk e ka mbi vlerësua të fortin, nuk e ka mbi vlerësua të mirin, nuk e ka nën vlerësua fukarajnë, dobtin, por i ka lënë kokë për kokë. Leti është djale më i bukur në botë, më i zotë në botë, baraz me një qaraman dhe të venë, në qofse e ke vrarë qaramanin, kokë për kokë me të dëjesh. Por ka këto vitet e fundit që... Këto vitet e fundit as ka ligj, as ka kanun. Ligjet e pashkruara e keni pasur Ja, shumë të forta, kanë qenë edhe të pashkruara, po kanë qenë edhe të shkruara. Edhe të shkruara, ne nuk kemi pas shkel me këndëm. Pavarësisht se në Marsi Gjakosë, shkolla e parë që është hapur të hapën Gjën Pepaj, në vitin 1917, fjala vjen, por se fretnit për ftërit që thoni ju, e kanë dashur arsimin. Dhe fret ka qenë ai mësuesi i parë. Edhe ka shërbye edhe si meshtar edhe si mësues. Atë Nikol Kolaj. Mirë po, të shkruar s'mund të themi se një nga njerëzit që ka mbledh kanunin është Stefan Gjeqovi dhe atë Bernardin Palaj. Po fjala kanun vetë të thot ligj. Po. Ose fjala e Zotit në tokë. Kanuni, për shembull, ka pas gjëra shumë të saksenuara bukur. Nuk e kam për të, ka pas edhe gabime, siç kanë gjitha kushtetutat e botës. Ç'i quaj gabim? Për shembull. Ti ke një vath me bagti. Po. Se labe je ti. Je labe? Jo, s'quhem labe unë. Po, që janë të skraparlit, leber apo... Malësora. Kam seriozisht tash. Jo, se di që thonë labe skraparit. Unë... Nise. S'ka problem. Për shembull, nëse ti ke vathën me bagti ose stadën, dhe vjen kjo hajduti ta thënë, këtë ka bërë shty një penë që vetëm se ka thjo derën. Një. Ka bërë që me paguat 2 për 1, atë që ka marrë. Me kanun. Po në që ofsevere të këta, ti bjen gjak. Pse është gabim kë? Sa ata që e kanë bon kanunin, e kanë logarit që shpia atyre nuk do të thehet. Si që e kanë bon se deputetet që la vjen, parlamentit shqiptar, statusin e deputetit. Po se kanë bon statusin e minatorit. Në vërtet. E kanë bërë vetëm për interesat e veta. E kanë bërë për interesat e veta. Ose ky burrizi se ta thash edhe herë parë, sa fitej, dy fishoj rrogat ministrave, kabinetit, deputetit, ati, dhe pensioni nuk e të fishoj 4%. Ja, po s'intereson atë tani, dhe ti seriozisht e ka? Ja, Mos bëj gabime të tilla. Edhe ata kanë bërë gabime kur kanë bërë kanunin. Po pra, të kësaj natyre. Mos bëj gabim që ta mendosh të ngrej pensionin ai. Mërë dëgja. Lodhe deputetit e ministrit, ti qa bën ri gjithë ditën aty? Dëgja tash. Unë për jam shumë dakord me ty, nëse nuk ma ka ana. Si qenë ke ti, si qenë ke. Qa më? Më thuaj. Në këtë rast, a ka apo jo? Qa? Enda. Je dakord me mua ta, do enda ti është dakord apo jo? Ti ma kuptove ironin? Ta mirë kuptova. Nuk e kuptove, mirë kuptove, faleminderit. E mirë kuptova. Tani të pyesë dhe për... Sepse ti, me mua pësilesh si një vajzë me shumë edukat, si kur ke prindin duke nga cmuar, dhe të falenderoj për sjelljen. Jo, faleminderit ti, sepse unë po mësoj shumë.
nga ju. Edhe Po mirë, ata të zgjuarit eksperimente me budallet bëjnë. Jo, si budallat, po përveç se është profesioni im, po unë edhe mësoj për vete, kupton se nuk i dim të gjitha. Dhe sidomos në zonat panjora dhe ande nga vi unë me këto ligjet e shkruara, pa shkruara që keni ju, si kisha. Tani e mbyllim edhe me një pyetje që sa të duhet. Më duket interesante. Rruga që është bërë, që vjen, që është në Shkëmbin. Në Shkëmbin? Po pra, që është rruga që vjen këtu? Që po që erdhe ti? Janë Shkëmbin të mëdhenj. Po. Si është ndërtuar rruga? Me krah. Dhe ke edhe baraminat edhe sët, që janë lidhë për në letarë, ata burat e botës, dhe kanë punuar që si skleverët. Qa bura pas kanë qana? Po, kom punuar edhe unë da. Ke punuar aty? Po. Sepse ishte privilegj. Shumë e rrezikshme. A. Edhe lidheshit me litar? Lidheshim këshon kryq. I herë këtu, pastaj kryq 2 herë, tjetër të lëshën të letarin, e lidhte për një eleve që ishte ngullat e sipër, atje për lihej. Ule i leva aty dhe si letare për leven. Edhe pranë levës qëndron që një burë nga ma seriozët. Që mos jetë asë harakat. Edhe dinte se ka jetën e djemve 3 në dorë. Edhe ka dashë zotet s'ka pas asë një aksident. Ke ishte mrekullia. Edhe ata djemë që e përdorin strategët shpesh, që kanë punuar të lidhur me letarë, mund të quajsh djemët edhe të vdekjes. Nga momentin moment. Nga momentin moment. Me thënë atje kur kaloj unë tani me makinë, unë kam frikë, the, më zot, avash. Ja, pa i ka punuar atje. Imagjino ai ka punuar dhe ka bërë. 12 orë. 12 orë. Edhe ka hangër në drek, 250 gram buk, 100 gram sheqer, kavanozin me ujë, përzije me një kranë, rënosh partia shokon mërë. Sa burra kanë punuar, kanë kontribuar për atë? Sa? Aty kanë kontribuar edhe gratë. Edhe gratë, Po gratë nuk kanë qenë të Shkëmbit, po që kanë punuar gratë, si e robërit e luftës në kampet për qëndërimit Hitlerit, këta ke masët garantuar nga unë. Gratë, një lej si e robërit e luftës, se kom lezu atë kështu ka ndodhur, Teori Korolov. Që ata punonin në përgurore me nallana që mos u dronin, që mos mund t'ikun. Dhe në qofë se thështë që jam i smur, ushtari Gjerman i thështë, ndesh kaptelin e Korenë që të vdiq, ndesh shkët të grumulli i zhavorët, edhe i bin të plumë maskokë edhe i lëshën të poshtë. Kështë të thëtë Teori Korolov, nuk thëmën. Do ta mbyllim me një shprehje tuaj në këta? Nga Lek Biba, ja. Kam takuar një zotëri shumë të mençur. Urdhra? Dhe shumë, nuk pa flas me kamerë. Një zotëri shumë të mençur, shumë pisnik dhe shumë të vërtet. Pavarësisht se më ngacmon, po kam gënjur apo si jam kështu, si jam. Absolutisht, u Se vë në përpoqa. dyshim. U përpoqa që të them të vërtetën. Se unë e llogariti një gjë. Që atë dhe ta shohin shumë njerëz. Pa. Dhe të më thonë kush gënjeshtar. Sepse e urrej atë epitet. Mu nuk po më detyron njeri. S'ke asë një arsye. Se e kanë pas futi hajdut në burg, në kohët partisë punës. E më tha veta i hajdut, i tha o pjetra, i thashe, tha mu më ka pas mytë polici hun. Po dikur tha i thash, po shkryt e shokut e në verë mos më bjerë ma. Tha dhe polici nuk më ra ma. Kështu që aj prej zorit ka po bërë në kokët e në verit. Unë s'po këm kur farë zori. A i betuar ndonjëherë për kokën e në verit? Unë? Kur. Kur. Dhe ma i mend një shprehje babës, të jashtë të zakonshme. Me këte do ta mbyllim. U bon alarm këto. Edhe naftuan gjithë të shtëpia kulturës, ka qenë atë në pishat. Sepse na tash vjenin si familje për ndikun. Se që ta di shtetë ashe për të treguat aftësinë temet madhe, kur kam bë provimin e klasë 8, që quhej provim
sot nuk e një se Ilirimit. Ilirimit. Po. Kam zgjedh atë temën sa shumë lapidar ka edhe unë. Çfarë na kujtojnë dhe çfarë na mësojnë. Dhe në atë hartim, më ka vënë vetë një profesor i nderuar nga Durrësi, që ishte drejtër shkollën të rrejtë për pas kisha folë kur me ta, dhe më ka vënë vetë. I ka thënë mësuesi Lancë, po ka gabime ortografike. Dhe më tha vetë mësuesi, më tha, po redaktorit dhe bëjnë pika presë dhe vënë, më rregull. Edhe unë kam marrë vetë me 10 në klasë, në hartim. Dhe unë, kur kam shkuar me një bursën, më ka thënë ai dëzhuri i komitetit, po të pava aty kënëna dhe të lejmë policinë. Se lejmë për të futë në zyre, se je i familjes filanit. E para. Nërsa ai që ka marrë 4, ka shku në shkollë mesme. E marrë vetëm 10, vetëm 4, dhe 4 ka shku e 10 e. Cila ishte shpreja e babajt? Dhe atë ditë na bëjmë mbledhje e famush me këtu, dhe i thash një shokut ngushtë që punoja me të, i thash, Lazër, që dhe tjenë ba? Lazër pali po luks. Thash, nuk e di mërë burë. Tha, mërë burë, tha, diçka. I thash, dhe ta tregoj si qështë. Po. Është e bukur shumë. Tregoja. I thash, dhe gjë, o ka vdeka i madhe, o i ka ratë dikush kufirit, ka agresion në kufi. Kur ardhëm aty të mbledhja, me letë për faqe, dhe më morëm vesh. Dhe më falë, para se më shku të mbledhja, ardhëm të ma për ja këtu. Ajo radja për ja foste, ajo po fliste ajo ki që fëtjallja, që për mua flet speaker shumë i mirë, edhe thashte, askush si ai se mbrojti doktrinën marksiste leniniste, askush si ai se mbrojti rrugën e Marksit, Engels të Leshit, edhe po fillon dhe komunista po qajnë aty të Banaku. Kush vdiq? Edhe dikur tha, njoftemi komitet qendror i aty ka vdek Enver Hoxha. Edhe tash unë dhe t'i bleja me lek paklet, po nuk i kisha ku t'i blej. Edhe ai Lazër si unë, se dhe i vinte nga i persekutuar. Edhe ishin ta komunista aty po që ishin me lot, me denes. Si u dilin këto lotët, më bërë? Si u dilin këto U lotët? dilshin për imena, që di, si burra, si gra. Masa në i shkum të mbledhja dhe usënë në realizuar me veprën e shokut të Enver, ajo është e pavdekshëm, është heroj kombit, e thamë ata. Prit tash, prit. Si treguar i sinqert këtu? Pse? Si treguar i sinqert? Ti ke shkuar kota, ti sa për të se faqja. Po unë s'ma ka majt, po desha më s'shka. Sepse, a di se thot ti madhe gjerë Po si më the një gja, ishim vetëm atë lartë. Jo, po a na i hoqë atë. Ka qenë dhe Enveri. Jo, na i hoqë spaletat. Enveri na i hoqë spaletat, a i tha s'ka zot, as krisht, as Allah, as pejgamber, ka Enver. Prit tash. Ka më rrim puna deri aty, sa futën psikologjinë e njerëzve, që tërmeti kur bin të këtu në 85-ën nga hidrocentrali, thoshin njerëzit, ti është Enver Hoxha gjallë, as toka nuk dridhet. Dhe me thënë, kime nësë një sharë marrinash. E para. Ishte infektuar. E dyta. Shko me rash atër, mora bukën shko të shpje, gjeta babën duke krasit rosh. Edhe e gjeta, puna marë pas se kalohë mira, lodhe babë, farë të zbriti. Edhe për dilëshim dy bashkë të shpia. Baba në të moment pa t'i kërshon të rushit në duar dhe duar të mrapa. I thash babë, ti shnosh për Enverin. Pse? A dek babë. Jo mërë. Thash që këtu kanë thonë në mbledhet tonë popullit, nuk kom sheft as gjëpun. Edhe unes. Tak, edhe ja bone kështu. Dhe i thashin dë kraft. Shumë rënej. Shumë jetoj. Jetoj, po. Kjo është shprehja e babës. Mos më kujto se po qaj ku kujton Enverin. Pse? E kam dashur. Ke nostalgji? Nostalgji, po. Do të jashtë të zakonshme, po dukesh. Mere telefoni se të mere Enveri. Po me mori me të Enveri. Edhe me të me mori Enveri. Tani, shkojmë pim një kafe. Po?
Do flasim pas kamerës, do themi ca gjëra tjera për shefin ton. Për se ti je shefi. Jo, shefi je ti këtu. Shefi je ti. Ti je shefi. Faleminderit shumë për këtë bisedë të gjatë dhe të bukur. Faleminderit ju. Shika për shembull, dëgja. Shumë kujtimi ti. Dëgja. Po. Ja kam thënë edhe disa gazetarëve angleze, për shembull nga këtë male që i rrinë vendet tim si kuror vendinvestime, se kështu po quaj, që edhe poeti, por nga kjo zonë, thot kështu. Të falem ty, thot Nika i mërtur, 12 shatra ngull në gur. Por të hyrë se thot janë 3 qafa, ku vinë miq krasni që e shala. E lumi cura i sillat malit, i këthjellë si menja e tënë mjeftarit. Se burat e kësaj zone, ka pasën ta shumë të zuar që mahen si njësi matëse, si kur është fjalla vjen omi. Për nga kjo zonë ka dalë ajo mendje që ka shkru, ka zbukur. Shumë mendje të mençura kanë dalë nga kjo zonë. Ja, ta bëj një pyetje të fundit edhe do të pyes se tuaj më lodha. Ja, absolutisht, që unë me njerëz që zduar nuk lodhem. Tani jam në dilemë, unë burrin ta gjej nga malësi e mira apo malësi e madhe? Po, dëgjo. Në qoftë se ke ndonjë propozim nga malësia e mirë, ju lutem mos e humni rastin. S'kam propozim hiç. Hiç? E po male mua të gjejmë burrin. A të ecin këto? Të ecin? Jo, s'merrem me atë punë. Po merru pra. Ja, po dëgjo. Bënder dhe mua edhe. Dëgjo, do të them si ç'është. Unë jam, nuk jam shkes. Unë jam spion. Që të thotë, se kuptoj këtë? Pret, unë i them për shembull, ai më thotë duhet një vajzë për djalin të mirë. Unë i them, është filan, jam ka duk që është vajzë shumë e mirë. Dhe bëj punën e spionit. Po pse se bën shkresin tamam? Sashtë nuk hy atje. Se është, po, se po ndodhi diçka pasaj të ngelet ti. Do me të ne bën kështu ti në brez. Nën rrogoz. Nën rrogoz. Se dashuria më mirë është dashuria fshet. Dashuria. A je dashuruar apo ta kanë bërë kështu me shkuesi? Unë jam martuar me shkuesi. Okej. Po. Nëse do ishe në këtë kohë? Prap, fjallën në babajt dhe ta kisha në piqenër. Po. Sa fëmijë ke? Prap, sepse baba në kam patër shumë shok. Që të thëve në vërtetën. Po. Më ka besuar në të gjitha kohrat, vetëm më ka dhënë këshill që të mos pi raki. Rakin e pinë shumë këtu? Jo, më ka dhënë muaj. Ti nuk e ke pirë asnjë? Po pi gotë mjese i gotë darkë. Okej. E shikon, mos pini shumë raki, do të thotë që mos plisni shumë. Pikrisht. Pse, se rakin, po dëgjoj, tu pi raki. Po dëgjoj, tash kur është baba e me ka pa me sy të qafe kullë që duke të etja i harku, kur është vra motra me shevët. Ashtu, e? Po, edhe kusha ka vra. Ma ka thënë që në 77-ën. Njën nga perajt. Po për qa? Për qëfar? Po ishte ndufta jo me brigatën e 6, të ishte dalë për ta dëbuar. Nuk e di, më pëlqeni ju shumë këta. Jeni njërës shumë të mirë. Kush? Ja, zona tuaj. Po, plumë gojat. Për zotin, jeni shumë të mirë. Jeni të qetë, jeni të fjarë, të flisë, të regoni. Ta jepni komoditetin. Po, faleminderit shumë për konsideratat që shprehe. Jo, faleminderit edhe ju. Sepse njerëzit që e vlerësojnë të mirën... Miru pafshim se ne do vazhdojmë të bëjmë muhabetet tona. Thank you.